Ish kryemami i Bashkisë Islame të Kosovës, tani më drejtori i Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame, Sabri Bajgora, ka mbajtur takim me kryeimamët e këshillave të Bashkisë Islame të Kosovës. Në këtë takim, Bajgora u falendërua dhe u çmua lart për kontributin e tij të dhënë ndër vite për besimtarët dhe qytetarët e këtij vendi. Miftiu Naim Tërnava përmendi rëndësinë që imamët dhe në veçanti Sabri Bajgora ka pasur në kohët më të vështira të vendit, që feja islame dhe kombi shqiptar të jenë prezent në jetën e qytetarëve. Ishin ditë tepër të vështira. Llogaritni asnjës ishit ju, asnjës ishin shokët e juaj. Gjendja ishte jashtëzakonisht e vështirë. U dashke që më të vërtet mirën hapa grandioz që po thon këta. U dashke që të kemi një strategji në trurin, mandjen, logjikën tonë për të vepruar në ato kushte për një të ardhmë sa më të mirë të Islamit të troje. Ndaj nisur nga parimi për mbajtja dhe këtij ajeti që lexova, që i madhi Zot na urdhëron të punojmë, edhe se puna jonë është pasqyrja jonë. Ne jo rrekëm problemeve shumë madhore, dikush më shumë e dikush më pak. Mirë po është një vërtet e madhe se Sabriu gjatë këtij rrugtimi 30 vjeçar përbashkët, unë e kam pasur gjithherë si krah djathtë dhe kemi bashkëpunuar gjithherë bashkë. Po jo vetëm Sabriun, mirë, po të gjithë kolegët e mi. Jemi munduar të krijojmë një klimë ja çfarë është sot këtu. Një klimë vëllazërore, një klimë afërsie, një klimë që i ka hije një urtësie që buron nga shpreha hyjnore të madhe të Zot, nga Kurani famlar. Kryeimami i Këshillit të Bashkisë Islame në Prishtinë, Burhan Hashani, çmoi lart kontributin e Bajgorës si një person të jetë bashkëpunues që kishte gjithmonë për synim ngritjen e Islamit në këto troje. Të gjitha sfidat i kemi parë së bashku duke filluar me miftiun e nderuar dhe çdo telashe, çdo sfidë, çdo problem së bashku e kemi të kalu. Duke filluar në periudhën më të vështirë që e kena pas, do të thotë periudhën gjatë okupimit, e sidomos periudha më sfiduese ka qenë periudha e luftës, që kemi has do të thotë me djegjen e xhamive, shkatrimin, sukër në të gjitha qendrat tjera, po gjithashtu edhe ne në Prishtinë kemi pas edhe imam do të thotë të ram shahid që lusmi Allahun nga ky tubim që edhe ata do të thotë të jenë shënuar në radhën e shahidëve. Kështu që unë në emrin e gjithë kryejimamëve këtu që jemi të bu, kemi çka shpalosmi gjatë punës tonë që kemi rrugtu 24 vite, po në asnjë mënyrë se cili këshill e ka provojën me kryejimamin e nderuar, ish kryejimamin falni. Bajgora që kontributin e tij 30 vjeçar në Bashkinë Islame të Kosovës do ta vazhdojë në Institutin për Hulumtime dhe Studime Islame, u shpreh i privilegjuar që ka pasur fatin të bashkëpunojë me të gjithë imamët. Me të vërtetë kanë qenë vite të përcjella me shumë rreziqe, shumë vështirësi, shumë sfida, siç e përmendë Burhan Efendiu, por me ndihmën e Allahut dhe ndihmën edhe për kushtimin e pashosh të kolegëve që në radhë të parë keni qenë ju, ja kemi dalë që ta përcjellim atë mesazhin ton, amanetin ton tek atë gjeneratat më të reja, siç janë të shumica për ju të ri. E falenderoj po ashtu Miftiun Tërnava për gatishmërinë që ka pas gjithmonë për të na ndihmuar në projekte që kemi bazë bashkërisht. Kemi të kaluar bashkërisht shumë trajnime, shumë seminare në medreseja dhe në Këshillet Bashkëkombëtare. Dhe kjo është merit e vizionit që ka pasur dhe kemi pas bashkërisht për të mirën e Bashkëkombëtare. Andaj nuk është edhe rastishme që edhe autoriteti dhe rejtingu i Bashkëkombëtare në mesin e shoqërisë kosovare është në nivelin më të lartë të mundshëm. Prandaj edhe një herë gjithë juve dua t'ju falenderoj për bashkëpunimin e thellë që kemi pas ndërmjet vete, për gjitha ato që kemi kaluar së bashku në këtë rrugë të gjatë, bukur të mundimshme, por mendoj se ja kemi dalë me sukses ta përqojmë gjithë atë që kemi pas tek populli, tek xhamati, dhe unë shfrytëzoj nga rasti që në veçanti para ju shkuto ta falenderoj edhe Xhavend kryejimamin Fatmir Efendi Ilazi, me cilin qëllëti kemi bashkëpunuar shumë ngushtë. Pjesë e këtij takimi ishte paraparë të jetë edhe kryeimami i ri Vedat Sahiti, por që për shkak të Covid-19 pjesëmarrja e tij ka qenë e pamundur. Bajgora tash 30 vite ka kontribuar në Bashkinë Islame të Kosovës nga perspektiva të ndryshme, ku për 29 vite ishte kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës.
Në të kaluarën kishte qenë edhe sekretar i Fakultetit të Studimeve Islame, kishte udhëhequr edhe shoqatën e ulemave të Kosovës, kishte qenë kryeredaktori i revistës Dituria Islame, si dhe është i njohur për kontributet e tij në fushën e tefsirit dhe të botimeve të librave në fushën e islamit.